Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Emaile me përmbajtje kërcënuese janë dërguar mëngjesin e kësaj të njëjtje në adresat elektronike të disa institucioneve në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Mesazhet përmbanin pretendime për vendosjen e bombave, ndërsa kontrollet e kryera deri tani nuk ka zbuluar eksploziv apo pajisje të tjera të rrezikshme. Policia së bashku me strukturat e antiterrorit dhe hetimit të krimeve kibernetike ka nisur punën për identifikimin e autorit dhe burimit të kërcënimeve. Disa institucione publike në qytete të ndryshme të vendit janë përballur mëngjesin e kësaj të njëjtje me kërcënime përmes postës elektronike ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë. Pas marrjes së mesazhit, strukturat e policisë së shtetit kanë ndërhyrë menjëherë duke kryer kontrolleve dhe verifikime në institucionet e përfshira. Mes objekteve ku janë zhvilluar kontrolle kanë qenë edhe SPAK-u, GKO-ja, Qendra Kombëtare e Biznesit dhe institucione të tjera. Nga verifikimet e kryera deri në këtë moment, policia bën me dije se nuk është konstatuar prania e ndonjë bombe apo eksplozivi tjetër. Pavarësisht kësaj, kontrollet dhe masat e sigurisë vijojnë si pjesë e procedurave të përcaktuara për raste të tilla. Kërcënimet e ngjashme janë raportuar edhe në qytete të tjera. Në Vlorë, mes institucioneve që kanë marrë mesazh kanë qenë gjykata, bashkia, prokuroria, spitali dhe disa institucione të tjera publike. Mesazhi është dërguar nga një adresë emaili e huaj dhe përmendte paralajmërim për vendosjen e një bombe. Një tjetër email kërcënues është raportuar dhe në Durrës. Në këtë rast, mesazhi përmbante kërcënime ndaj personave të cilësuar si të pafe dhe pretendonte se një bombë do të shpërthente brenda 2 orësh. Emaili është dërguar në emër të ashtuquajturit Shteti Islamik. Drejtoria për hetimet e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Antiterrorit dhe strukturave të tjera ligjzbatuese ka nisur hetimet për të përcaktuar autorin e këtyre mesazheve dhe për të gjurmuar adresat elektronike nga të cilat janë dërguar. Policia e shtetit ka bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë duke theksuar se deri tani nuk është konstatuar ndonjë rrezik konkret. Strukturat policore deklarojnë se vijojnë të jenë të angazhuar për garantimin e sigurisë publike si dhe për parandalimin dhe goditjen e çdo veprimtarie të palishme. Biznesmeni Ergjys Agasi, arrestuar një ditë më parë në Durrës, ndodhet në bllokun e sigurisë në pritje të seancës gjyqësore për verifikimin e masës së sigurisë. Avokati i tij, Maksim Haxhia, ka mohuar akuzat e ngritura nga SPAK, duke deklaruar se klienti i tij nuk ka pasur rol në menaxhimin e financave publike dhe nuk është përfshirë në tendera. Ndërkohë hetimet vijojnë për një grup të dyshuar për përcaktimin e tenderave në Akshi, ndërsa në dosje janë përfshirë edhe zyrtarë dhe biznesmenë të tjerë. Biznesmeni Ergjys Agasi, arrestuar pas ditën e së mërkurës në Durrës, pritet të dalë përpara gjykatës së seancës së verifikimit për masën e sigurisë. Aktualisht ai ndodhet në bllokun e sigurisë, ndërsa në orët e para të mëngjesit është vizituar nga avokati i tij, Maksim Haxhia. Pas takimit, Haxhia tha se mbrojtja po përgatitet për seancë gjyqësore dhe kundërshtoi akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme ndaj klientit të tij. Sipas avokatit, Agasi pretendon se nuk ka asnjë përgjegjësi juridike lidhur me financat publike, pasi nuk ka mbajtur poste në institucione që administrojnë fonde shtetërore. Haxhia theksoi gjithashtu se biznesmeni nuk ka marrë pjesë në procedurat e nderimi. Mbrojtja kërkon ndërkohë akses në materialet e dosjes hetimore me argumentin se pa hunjohur me provat dhe akuzat konkrete nuk mund të përgatitet një mbrojtje efektive përpara gjykatës. Gjatë mbrëmjes së të mërkurës, në kuadër të kontrolleve të zhvilluara nga policia, është sekuestruar dhe një automjet tip Range Rover në pronësi të Agasit. Biznesmeni u arrestua në zonën e plepave në Durrës, teksa po lëvizte me një automjet i cili drejtohej nga ish polici Ulian Shpataraku. Edhe ky i fundit është arrestuar dhe akuzohet për përkraje të autorit të krimit. Sipas SPAK-ut, Ergjys Agasi dyshohet se qëndronte në krye të një grupi kriminal që ndërhynte në procedurat e prokurimit publik duke përcaktuar tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të Akshi. Në kuadër të njëjtit hetim në Francë është arrestuar biznesmeni Ermal Beqira, i cili dyshohet nga organi i akuzës si një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Agasit. Hetimet përfshin edhe ish drejtorin e Akshit Mirlinda Karçanaj, si dhe ish zëvendës drejtoreshën Havade Ribashi. Ata dyshohen për pjesëmarrje në grupin që sipas SPAK përcaktonte procedurat e tenderimit dhe cënonte parimin e barazisë mes pjesëmarrësve. Ndërkohë, vendimi i gjykatës për masën e sigurisë ndaj Agasit pritet të përcaktojë edhe vijimin e procedurave ndaj tij në kuadër të hetimeve të SPAK-ut.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën dhe rrethanat e arrestimit të biznesmenit Ergyes Agasi. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se disa elemente operacionit krijojnë dyshime për një arrestim të negociuar. Ai kërkoi që çështja të ndiqet me vëmendje nga institucionet ndërkombëtare dhe që të verifikohen lëvizjet dhe kontaktet e Agasit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar arrestimin e biznesmenit Ergyes Agasi duke ngritur dyshime mbi mënyrën se si u zhvilluar operacioni policor. Në konferencën e sotme për mediat, Berisha deklaroi se disa prej elementeve që shoqëruan arrestimin sipas tij krijojnë pikpyetje dhe ngren dyshimin se bëhet fjalë për një arrestim të negociuar. Ergyes Agasi u arrestua dje pasi lvizi 8 muaj lirshëm. Tani vim tek momenti i arrestimit afër shtëpisë tij, me pantallona shkurtra, me nallane dhe një polic në timon. Çfarë ishte ky arrestim? Nallanet, pantallona dhe shkurtra, policin timon. Berisha u ndal veçanërisht te informacionet për kontaktet e Agasit me persona të tjerë duke përmendur edhe një takim të pretenduar me Taulant Ballën. Ai kërkoi që këto dhëna të verifikohen nga autoritetet në kuadër të hetimit. Qytetarë digital më kanë informuar se sipas burimeve të tyre policore, theksoj, ditën e diel në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Taulant Balla ka zhvilluar një takim jo të shkurtër me Ergyes Agasin. Në Ergyes Agasin, vetë qytetari digital thotë që është mirë të hetohet, por burimi është mjaft serioz dhe i sigurt. Berisha kërkoi gjithashtu që procesi të ndiqet dhe monitorohet me vëmendje nga institucionet ndërkombëtare, duke përmendur Europolin, Eurojust dhe strukturat ligjzbatuese të vendeve partnere. I bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ata kanë legjitimitet të plot sepse veprimet e Ergyes Agasit janë bërë dhe në dëmtim të shtetasve të tyre në territorin e Shqipërisë. Agasi ka qenë një rrezik për NATO. Agasi të gjitha dhënat e sistemit TIMS ja u ka dhënë armiqve të NATO-s dhe kartelit të tropinëve, midis tjera. Deklaratat e kreut të Partisë Demokratike vijnë ndërsa Ergyes Agasi ndodhet në pritje të përballjes me gjykatën në kuadër të hetimeve të SPAK për një grup të dyshuar për përcaktimin e tenderave në AKSH. Protesta qytetare kundër qeverisë ka hyrë sot në ditën e 89 me protestuesit që janë mbledhur në Tiranë dhe kanë kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, ku kanë shprehur kundërshtim ndaj politikave të qeverisë dhe kanë paraqitur kërkesat e tyre. Mes kërkesave kryesore është krijimi një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e protestave edhe në ditët në vazhdim. Protesta qytetare kundër qeverisë është zhvilluar në ditën e saj të 89 të aksionit protestues. Qytetarët janë mbledhur për të kërkuar ndryshimin e kursit politik në vend dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit janë organizuar fillimisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku ka nisur marshimin përgjatë bulevardit drejt kryeministrisë. Me mbërritjen përpara godinës së qeverisë, protestuesit kanë zhvilluar fjalimet e tyre duke rënditur shqetësimet dhe kundërshtimet ndaj qeverisë. Kërkesa kryesore e protestuesve ka vijuar të jetë largimi i Edi Ramës nga detyra. Në platformën e tyre, ata kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, i cila sipas tyre do të kishte si mision përgatitjen e vendit për zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme. Një tjetër pikë e kërkesave të protestuesve lidhet me shfuqizimin e disa nismave ligjore që sipas organizatorëve synojnë interesat e qytetarëve shqiptar. Gjatë protestës, qytetarët kanë përsëritur edhe thirrjen e tyre kundër zyrtarëve të lartë të qeverisë, ndërsa në fokus kanë qenë zhvillimet e fundit politike dhe hetimet ndaj disa personave të dyshuar për korrupsion dhe përfshirje në shkelje ligjore. Organizatorët kanë deklaruar se protesta nuk do të ndalet në këtë tubim. Sipas tyre, aksioni qytetar do të vijojë edhe në ditët në vazhdim dhe tërheqja nuk është pjesë e planit deri në plotësimin e kërkesave të parashtruara. Protesta e sotme është zhvilluar në kuadër të një aksioni të gjatë qytetar, i cili prej 89 ditësh synon të ushtrojë presion ndaj qeverisë për ndryshimet politike dhe institucionale.
Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza ka nisur ofrimin e shërbimit të trombektomisë për qytetarë, duke shënuar një zhvillim të rëndësishëm në neuroradiologjinë intervenuese. Shërbimi do të jetë i disponueshëm 24 orë në ditë dhe do të mundsojë trajtim mekanik të pacientëve me insult ishemik. Ministra e Shëndetësisë Evis Sala tha se investimi përfshin edhe krijimin dhe trajnimin e një ekipi të specializuar mjekësor. Një shërbim i ri mjekësor është vënë në dispozicion të qytetarëve në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ku tashmë ofrohet trombektomia mekanike për trajtimin e rasteve të insultit ishemik. Ministria e Shëndetësisë Evis Sala deklaroi se shërbimi do të funksionojë gjatë gjithë ditës 24 orë në 24, duke krijuar mundësi për ndërhyrje të menjëhershme në raste urgjente neurologjike. Sipas ministres, bëhet fjalë për një shërbim të integruar të neuroradiologjisë, diagnostikuese dhe intervenuese. Përmes pajisjeve moderne, mjekët do të kenë mundësi jo vetëm të identifikojnë patologjitë, por edhe të ndërhyjnë drejt për drejt në trajnimin e tyre. Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj, ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm një aparatur, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shua europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgjia, neurologjia, shërbimi i strok, që janë të tëra në funksionim. Prandaj besoj që tash duke qenë se parku teknologjisë i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi i pacientëve është 360 gradë, është komplet. Si për patologjitë vaskulare, për diagnostikë si patologji vaskulare, po dhe ato jo vaskulare. Për ngritjen e këtij shërbimi, investimi nuk është përqendruar vetëm te pajisjet dhe teknologjia mjekësore. Paralelisht është ndërtuar dhe trajnuar një ekip i specializuar ku përfshihen neuroradiolog, intervenues, infermier dhe teknik. Situata e zjarreve në vend paraqitet e qëndrueshme gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 4 vatra vijojnë të inaktive dhe 3 të tjera mbahen në mbikëqyrje. Në operacionet për ushuarjen e flakëve janë angazhuar 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat e armatosura kanë kontribuar me 50 efektiv dhe një helikopter. Vëmendja kryesore e ekipeve të ndërhyrjes është përqendruar në Qarqe, Dibër dhe Elbasan, ndërsa disa vatra të tjera janë izoluar dhe monitorohen për të shmangur riaktivizimin e tyre. Situata e zjarreve në Shqipëri është paraqitur e qëndrueshme gjatë 24 orëve të fundit, pavarësisht se disa vatra vijojnë të kërkojnë ndërhyrje dhe monitorim nga strukturat e emergjencave. Sipas të dhënave të fundit, në territor mbeten aktive 4 vatra zjarri, ndërsa 3 të tjera janë në mbikëqyrje. Në terren janë angazhuar gjithsej 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe një helikopter. Qarku i Dibrës vijon të jetë një nga zonat më të monitoruara, pasi aty janë aktive 2 vatra. Në qafë të Helmas, në Bulqiz, ekipet po punojnë për shuarjen e zjarrit në një zonë të mbuluar me shkure dhe pisha. Në këtë operacion janë angazhuar 23 forca, ndërsa autoritetet bëjnë me dije se flakët nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Një tjetër vatër aktive ndollet Vajkal, ku zjarri ka përfshirë një terren të vështirë shkëmbor me shkure dhe dëllinja. Forcat zjarrfikse vijojnë ndërhyrje në terren për neutralizimin e vatrës. Edhe qarku i Elbasanit vijon të ketë 2 vatra aktive. Në malin e Dardhës, në Librazh, zjarri është izoluar dhe po mbahet nën kontroll nga ekipet në terren. Edhe në këtë zonë nuk raportohet rrezik për banesat. Në malin e Qukës, në Prenjas, vijon puna për shuarjen e trungjeve dhe bimësisë së ulët që kanë mbetur brenda perimetrit të vatrës. Edhe kjo vatër nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë, situata në malin e polisit mbetet në mbikëqyrje. Ekipet po monitorojnë zonën për të parandaluar një riaktivizim të mundshëm të zjarrit. Përmirësimi i situatës raportohet edhe në malin e Dajtit. Rreshtet e shiut të një ditë më parë kanë ndihmuar në izolimin e vatrave, pas ndërhyrjes së 38 forcave operacionale vendore dhe 50 efektiveve të forcave të armatosura. Zona do të vijojë të monitorohet për të shmangur çdo mundësi riaktivizimi. Edhe vatra e zjarrit në Qafmuk në Fusharës është izoluar. Pavarësisht neutralizimit të flakëve, autoritetet kanë vendosur të vijojnë monitorimin e zonës për të garantuar se situata të mbetet nën kontroll.
Një 74 vjeçar administrator një pallati në Tiranë është plagosur rënd me thik dhe motoshar pas një konflikti me një banor të godinës. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të entje në rrugën Aleksandri i Madh, ndërsa i moshuari u transportua në spital në gjendje të rëndë për jetën. Policia ka arrestuar një 35 vjeçar i cili dyshohet se e sulmoi administratorin pas një konflikti për linjën e ujit të pishëm. Një konflikt mes banorëve të një pallati në Tiranë ka përfunduar me plagosjen e rëndë të administratorit të godinës. Ngjarja u regjistrua mëngjesin e kësaj të entje në rrugën Aleksandri i Madh. Sipas policisë, 74 vjeçari është sulmuar fillimisht me thikë dhe më pas me motorsharr, duke marrë plagë të shumta në pjesë të ndryshme të trupit. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, ai është dërguar në spital ku po merr trajtim mjekësor. Në lidhje me ngjarjen, uniformat blu kanë arrestuar një 35 vjeçar banor i të njëjtit pallat. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, përplasja mes dy personave ka nisur për shkak të një konflikti lidhur me linjën e furnizimit me ujë të pishëm të pallatit. Pas debatit, situata ka agravuar dhe 35 vjeçari dyshohet se ka ndërmarrë sulme ndaj administratorit, fillimisht me thikë dhe më pas duke përdorur një motorsharr. Policia deklaron se arrestimi i të dyshuarit u krye menjëherë pas veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale të agjentëve në terren. Për rastin vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe dinamikat e konfliktit. Materialet procedurale janë referuar për vijimin e veprimtarive të vëtejshme ligjore. Një 41 vjeçar i armatosur është arrestuar në Lezhë pasi nuk ju bindi urdhrit të policisë për të ndaluar dhe tentoi të largohej me një automjet të blinduar. Ngjarja nisi në fshatin Torovic dhe përfundoi në Malecaj, ku policia arriti të bllokojë të dyshuarin pas një ndjekje në rrugën e zonës. Gjatë përpjekjes për t'u larguar, 41 vjeçari dyshohet se hodhi nga dritari i automjetit një pistolet, ndërsa policia e lidh atë me precedent të mëparshëm penal. Një 41 vjeçar është arrestuar nga policia në Lezhë pas një ndjekje që nisi në fshatin Torovic dhe përfundoi në Malecaj. Sipas policisë, bëhet fjalë për Arben Mihillajn, i cili dyshohet se qarkullonte i armatosur me një automjet blinduar. Operacioni nisi pas informacionit të siguruar në rrugë operative se një person me rrezikshmëri të lartë po lëvizte i armatosur në zonë. Efektivët i kanë bërë shenjë 41 vjeçarit që të ndalonte, por ai nuk është bindur urdhrave të policisë. Sipas të dhënave të hetimit, Mihillaj ka përshpejtuar automjetin duke punojësit e policisë dhe është larguar me shpejtësi. Efektivët janë vënë në ndjekje të tij në rrugët e disa fshatrave të Lezhës, deri në momentin kur kanë mundur të bllokojnë në fshatin Malecaj. Gjatë tentativës për të shpëtuar ndjekjes, 41 vjeçari dyshohet se ka hedhur nga drejtari automjetin një armë zjarri tip pistolet. Arma është sekuestruar nga policia si pjesë e provave materiale të çështjes. Arben Mihillaj rezulton të ketë precedent penal të mëparshëm, ndërsa ndaj tij janë evidentuar raste të lidhura me kanosjen dhe kundërshtimin e punojësve të policisë së shtetit. Në kuadër të hetimeve, policia po verifikon gjithashtu lidhjet dhe rrethanat që lidhen me familjarët e tij. Arben Mihillaj është vëllai i Florian Mihillaj, 36 vjeç, i cili është padur në kërkim ndërkombëtar dhe dyshohet si autor kryesor i masakrës së Balldrenit, ku mbetën të vrarë bashkëshortët Kresnik dhe Kentiana Mujeci. Hetimet për ngjarjen në Lezhë vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e rastit, ndërsa materialet procedurale do t'i referohen prokurorisë për veprimet më të mëtejshme. Një 66 vjeçar është arrestuar nga policia pasi dyshohet se strehoi në hotelin e tij 7 emigrantë të palishëm nga Sudani dhe më pas organizoi transportin e tyre drejt Koplikut. Emigrantët u ndaluan nga policia kufitare dhe strukturat e policisë së Shkodrës, teksa po udhtonin me 2 taksi, ndërsa ndaj tyre nisi procedimi në gjendje të lirë. Gjatë operacionit u sekuestruan 2 armë gjahu, fishek, 7 celular, 2 automjete dhe libri i regjistrimit të klientëve të hotelit. Një operacion i policisë së Shkodrës dhe strukturave të policisë kufitare ka çuar në arrestimin e një 66 vjeçari dyshuar për dhënien e ndihmës ndaj migrantëve të palishëm për të kaluar kufirin shtetëror. Sipas policisë, 66 vjeçari kishte strehuar në hotelin që administronte 7 shtetas nga Sudani, të cilët dyshohet se ndodheshin në mënyrë të palishme në territorin shqiptar. Më pas, ai kishte nisur drejt Koplikut me 2 automjete taksi, me qëllim që të vijonin rrugën për kalimin e palishëm të kufirit dhe të mbërrinin në vendet e Bashkimit Evropian. Pas marrjes së informacionit, shërbimet e policisë kufitare janë vënë në ndjekje të 2 automjeteve. Në bashkëpunim me strukturat e policisë së Shkodrës, uniformat blu kanë bërë të mundur ndalimin e taksive dhe identifikimin e 7 emigrantëve. Por emigrantët kanë nisur procedim në gjendje të lirë për veprën penale kalimi i palishëm i kufirit shtetëror, ndërkohë materialet procedurale janë referuar në prokurori, ku ka nisur gjithashtu procedimi në gjendje të lirë për taksistin. Në kuadër të operacionit, policia ka sekuestruar si prova materiale 2 armë gjahu, njëra prej të cilave dyshohet se mbahet pa leje nga 66
36 vjeçari. Gjithashtu janë sekuestruar fishek të armëve të gjahut, 7 telefona celular, 2 automjete taksi dhe libri i regjistrimit të klientëve të hotelit. Hetimet vijojnë për të dokumentuar të gjithë mekanizmin e organizimit të transportit të emigrantëve dhe për të përcaktuar nëse në këtë aktivitet janë përfshirë edhe persona të tjerë. Numri i aksidenteve rrugore në Shqipëri është rritur me 10% gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instant, në 7 muaj janë regjistruar 844 aksidente, ku janë përfshirë 1187 persona, ndërsa rreth 90% e rasteve në korrik lidhen me sjelljen e drejtuesve të mjeteve. Tirana rënditet e para për numrin e aksidenteve, ndërsa e njëjtja dhe oraret nga ora 19:00 deri në mesnatë rezultojnë periudha më problematike për incidentet rrugore. Aksidentet rrugore në vend kanë shënuar një rritje të ndjeshme gjatë 7 muajve të parë të vitit. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se nga janari deri në korrik janë regjistruar 10% më shumë aksidente krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Vetëm gjatë muajit korrik janë regjistruar 165 aksidente rrugore. Sipas Instat, në rreth 90% të rasteve shkak kryesor ka qenë sjellja e drejtuesve të automjeteve, duke e bërë faktori njerëzor një prej problematikave kryesore në sigurinë rrugore. Analiza sipas grup moshave tregon se drejtuesit e moshës 25 deri në 34 vjeç përbëjnë kategorinë me peshë më të madhe në numrin e aksidenteve. Kjo grup moshë përfaqëson rreth 22% të totalit të rasteve të regjistruara gjatë kësaj periudhe. Edhe dita dhe ora e aksidentit shfaqin një tendencë të përcaktuar. Sipas statistikave, e njëjtja rezulton dita më shumë incidente, ndërsa fashat orare nga ora 19 deri në 24 paraqiten si periudha më problematike gjatë javës. Në total, gjatë periudhës janar-korrik janë shënuar 844 aksidente rrugore, ku janë përfshirë 1187 persona. Tirana vijon të mbajë vendin e parë sa i takon numrit të aksidenteve, një tregues që lidhet dhe me numrin e lartë të automjeteve që qarkullojnë në kryeqytet. Në 7 muaj janë regjistruar 336 aksidente në Tiranë. Pas kryeqytetit, një numër më të lartë incidentesh rrugore raportohet edhe në qarqet e Lezhës, Vlorës dhe Durrësit. Në krahun tjetër, Berati rezulton qarku me numrin më të ulët të aksidenteve, ku gjatë 7 muajve janë regjistruar vetëm 3 raste. Shifrat e Instatit nxjerrin në pa vijimin e problematikave të sigurisë rrugore, veçanërisht sa i takon sjelljes së drejtuesve të mjeteve dhe respektimit të rregullave të qarkullimit. Vijojmë me informacione nga Kosova. Kryeministri në detyrë dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku kanë zhvilluar një takim ku kanë diskutuar emra konkret për presidentin e ardhshëm të Kosovës. Palët nuk kanë bërë publike identitetin e kandidatëve të përmendur, duke argumentuar këtë me ndjeshmërinë e negociatave dhe nevojën për të ruajtur procesin e dialogut. Pas takimit, të dyja palët sinjalizuan përparim në bisedime, ndërsa Abdixhiku tha se shumica e emrave të diskutuar përputhen me parimet e dakordsuara më herët. Bisedimet për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës kanë hyrë në një fazë të re më konkrete, pasi Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë kaluar nga diskutimi mbi kriteret dhe parimet e shqyrtimi i emrave të mundshëm për postin e kreut të shtetit. Pas takimit, Kurti deklaroi se negociata do të vijojnë duke vlerësuar se gjatë procesit është rritur edhe niveli i besimit ndërmjet palëve. Megjithatë, ai nuk dha detaje mbi kandidatët e përmendur gjatë bisedimeve. Edhe Abdixhiku konfirmoi se në takim janë diskutuar emra konkret, por shmangu publikimin e tyre duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së konfidencialitetit gjatë negociatave. Sipas tij, shumica e emrave të propozuar janë në përputhje me parimet e vendosura më herët si bazë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së ardhshme. Kreu i LDK-s cilësoi kalimin nga diskutimi mbi parimet në shqyrtimin e kandidatëve konkret si një hap përpara në proces. Ai nënvizoi se emrat e prezantuar ndryshojnë për nga niveli i përputhjes me kriteret e dakordsuara, por në tërësi janë brenda kornisës së përcaktuar nga palët. Abdixhiku nuk bëri të ditur as numrin e kandidatëve të diskutuar dhe as nëse është arritur ndonjë dakordsi për një emër të saktuar. Ai tha se qëllimi kryesor i negociatave mbetet arritja e një marrëveshjeje që do të garantojë stabilitet institucional dhe politik në vend. Bisedimet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa zgjidhja e presidentit mbetet një nga çështjet kryesore që kërkon konsensus ndërmjet forcave politike.
Kreu i vetëvendosjes dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se asnjë proces gjyqësor në Kosovë apo jashtë saj nuk mund ta njollosë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Duke u referuar mundësisë së vazhdimit të mandatit të Hashim Thaqit në rast të një vendimi pafajësie, Kurti tha se çështja e presidentit është pjesë e negociatave politike dhe nuk duhet lidhur me procese gjyqësore. Ndërkohë vendimi për rishkrirjet e UÇK-s në Hag pritet të shpallet më 16 shtator. Albin Kurti ka reaguar për çështjen e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe po gjykohen në Hag, duke deklaruar se asnjë vendim gjykate nuk mund ta cënojë vlerësimin e luftës së UÇK-s. Pas takimit me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, Kurti u pyet edhe për propozimin që ish-presidenti Hashim Thaqi t'i vazhdojë mandatin në rast se shpallet i pafajshëm. Ai bëri të qartë se diskutimet për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm janë të natyrës politike dhe sipas tij duhet të mbahen të ndara nga proceset që zhvillohen në sistemet e drejtësisë. Kurti, i cilësoi luftën e UÇK-s si një përpjekje çlirimtare kundër pushtimit serb, tha se beson në pafajësinë e ish-drejtuesve të saj që po përballen me akuzat në Hag. Ai u shpreson për një përfundim të favorshëm të procesit gjyqësor dhe kthimit të tyre në Kosovë, duke theksuar se besimi në pafajësinë e tyre mbetet qëndrimi i tij kryesor. Në të njëjtën kohë, Kurti nënvizoi se negociatat me LDK në zgjedhjen e presidentit apo presidentes së ardhshme janë në proces krejtësisht të veçantë. Sipas tij, diskutimet mes partive politike lidhen në një marrëveshje për kreun e shtetit dhe mund të kushtëzohen nga zhvillimet apo vendimet e drejtësisë. Gjykata speciale në Hag pritet të shpallë me 16 shtator vendimin për ish-krerët e UÇK-s, proces që prej vitesh janë ndjekur me vëmendje të lartë në Kosovë. Të nderuar teleshikues, ne vjen mjuftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 28 kusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe mot me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në relivet malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për reshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me një mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë allgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë të rreth 8. Sipas datave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:24 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 36 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 33 gradë. Peshkopi 17 deri në 32 gradë. Tiranë 25 deri në 37 gradë. Durrës 24 deri në 33 gradë. Kavaj 23 deri në 34 gradë. Elbasan 22 deri në 36 gradë. Berat 22 deri në 36 gradë. Korçë 16 deri në 30 gradë. Vlorë 24 deri në 34 gradë. Gjirokastër 20 deri në 35 gradë. Sarandë 24 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona kodrinore dhe malore mund të sheshen vranësira më të zhvilluara dhe mundësi për ndonjë rreshje të izoluar. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta, vranësira të pakta deri mesatare në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në
në 35 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtë Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja dielli në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 17 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 33 gradë. Skënderaj 17 deri në 34 gradë. Pej 16 deri në 33 gradë. Prishtinë 18 deri në 35 gradë. Gjakov 18 deri në 35 gradë. Malishev 18 deri në 34 gradë. Gjilan 17 deri në 33 gradë. Ferizaj 17 deri në 34 gradë. Kaçanik 17 deri në 33 gradë. Suharek 18 deri në 34 gradë. Prizren 19 deri në 35 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.